mbroma, miq të Tru Podcastit, kemi pasur shumë kërkesa nga ju për çështjet gjeopolitike, për të trajtuar çështjet e botës, luftrat që po zhvillohen, konfliktet që po hapen si kërpudhat pas shiut, dhe duke u marrë parasysh edhe dashurinë time për fushën time studimi që është gjeopolitika dhe gjeostrategjia, por edhe për kërkesat që ndjekësit tanë na i adresojnë për ditë, o profe, kur do bësh çështje gjeopolitike, kur do ta trajtosh të Izraelit dhe Tiranit, e tjera. Juve duhet ta dini një gjë që sot është bërë shumë e vështirë të gjesh studius real që të flasin në mënyrë empirike për konfliktet apo për si thuash rendin e ri botëror i cili po orvatet të vendoset. Është shumë e thjeshtë të marrësh njerëz të flasin si pro-amerikana, apo si pro-rus, apo si pro-perëndimor, apo si pro-lindor, por shkenca nëse nuk ka empiricizëm, atëherë është thjesht një opinion i dal nuk e di se nga ku, por që nuk ka të bëj fare me shkencën. Dhe sot, unë e kam referuar në shumë dalje të mia publike, profesorin e nderuar Enver Bytyçi, sepse i kam lexuar dhe librat e tij dhe e vlerësoj shumë. Sot kam profesorin Enver Bytyçi për të bërë një diskutim shumë të thellë mbi konfliktin Izrael-Iran, çfarë do sjellë ky konflikt, si po rreshtohet bota dhe cili është rreziku real i fillimit të një lufte të tretë botërore, a do fillojë një luftë të tretë botërore dhe sa të rrezikuar jemi neve, njerëzit dhe hemisfera perëndimore. Profesor, faleminderit që më erdhe. Faleminderit për ftesën. Është hera parë që vi përballë teje. Është kënaqësi padyshim. Faleminderit. Është kënaqësi e jashtëzakonshme dhe uroj që të kesh sukses në këtë ndërmarrje mediatike. Është një ndërmarrje vërtet e vështirë, por është shumë serioze dhe shumë dobipruese. Ju kam ndjekur shumë herë, nuk them vazhdimisht, në podcastet e shkuara. Keni një veçanti sepse jeni origjinal. Nuk shtireni, nuk sajoni metafora të tilla të cilat thjesht e çrodisin publikun, por përpiqeni të jepni përgjigje qartësisht çështjeve, problemeve, pyetjeve, pikpyetjeve, dhe përpasoj kam mendimin që jeni një vlerësuar në Të falenderoj për Faleminderit për ftesën. Prandaj jam shumë i kënaqur që jam sot. Të falenderoj shumë. Shkoja, unë kam rënë kontakt me juve nëpërmjet librave. Librave që juve keni botuar. Faleminderit. Për shembull, libri që unë kam asistuar në përkthim, le të themi, që është Gjeopolitika ruse në rajonin e Ballkanit, është manual për të kuptuar rajonin ton dhe raportet me fqinjit, por edhe me, si thuash, me shtetet cilat i kontrollojnë. Pra le të themi që slavët mund t'i quajmë satelit të Rusisë dhe pjesën perëndimore Western Balkansin le ta quajmë si aleat të perëndimorëve të NATO-s, Shteteve të Bashkuara të gjitha. Ajo që më ka bërë mua përshtypje është racionaliteti i të parit shteteve si variabla. Nuk e futur fare emocionat. Që ti mund t'jesh pro-perëndimor, sepse ti edhe shkollimin e ke në Gjermani, edhe profesoratin e ke marrë në Gjermani, edhe absolutisht induktimi do ketë qenë pro-perëndimor. Fakti që e ke nashkaluar këtë të lartëson në shkencitet. Pra, nuk e shikon më me emocion gjën, e shikon si studius. Pra, Rusia nuk është as e mirë as e keqe. Është thjesht Rusia që po bën punën e vet, si kundër Iranit, si kundër Izraelit, si kundër Shtetet e Bashkuara. Dhe fakti që unë kam gjetur veten tek librat e tu, si te Kina, si te Rusia, është sepse unë ndaj të njëjtën pikpamje për si thua analiza gjeopolitike apo gjeostrategjike. Dhe prandaj unë sot e kam der që në fund ditës po ndajmë tavolinën bashk, sepse mua me të vërtet më thon profesori, po unë i them gjithmonë që shikoj mos më thuaj mua profesor që jam 32 vjeç, se ofendon profesorët që meritojnë, apo që kanë një jetë që bëjnë studime. Unë thjesht një lektor universiteti që jam në fillimet e karrierës time, në thelb. Pyetja ime është këtu, profa. Ka shumë njerëz që pyesin ose ka dalë kjo mania
çdo 100 vjet ndodh një luftë, një pandemi, në një gjë. Mos vallë është plotësuar përsëri, ka ardhur ora e profecisë, e plotësimit të profecisë. Ora mbyllen, po vend gati 87 vjet, 90 vjet paqe botërore. Mos është kjo një kalim në një fazë tjetër, juve si e shikoni? Dëgjoj Shpendi. Është bërë ndonjëherë luftë në Sahara? Në dijenin time, jo. Ose në vende tjera ku është shkretir, ku s'ka asgjë, s'ka as pasuri, s'ka as jetë, s'ka asgjë. Jo. Pse bëhet lufta pikrisht në vendet nga buron pasuria, paraja dhe gjithçka tjetër? Sepse interesat Po. i shtyn vendet të ndryshme, shtetet të ndryshme, fuqitë të mëdha të përplasen me njëra tjetrën, në rivalitet me njëra tjetrën, për të garantuar sa më shumë burime materiale dhe financiare, sigurisht për veten e tyre dhe jo për rajonin ku ndodhin ngjarjet. Kjo është arsyeja e parë pse ndodhin. Por edhe praktikisht po ta zëm. Nëse bota pas luftës së dytë botërore është zhvilluar nëpërmjet rivalitetit, po e quaj fjalën më të butë të saj, nëpërmjet gares, por nëpërmjet konkurrencës, por edhe nëpërmjet një gare të egër, një lufte të ftoftë, një lufte që edhe nëpërmjet gares së armatimit deri te lufta e yjeve etj. Të gjitha këto kanë akumuluar, si thuash, në vite dhe në dekada kanë akumuluar armiqësi, urrëtie, supremaci dhe një lloj deliri që duhet mposhtë kundërshtari. Por kundërshtari gjithmonë në luftat botërore është mposhtur nëpërmjet konfliktit, por edhe nëpërmjet dinakrisë. Jo thjesht nëpërmjet konfliktit, sepse është e pamundur që vetëm me konflikte. Në luftën e dytë botërore, nëse ju kujtohet, në vitin 1938 në Munich u mbajt një konferencë e fuqive të mëdha, ku ishte edhe Hitleri, para luftës së dytë botërore, në 38-ën, dhe fuqitë e mëdha ishin shumë entuziaste se ja arritën qëllimit dhe garantuan paqen. Chamberlaini ka deklaruar se neve sapo nënshkruam shtyrjen e një konflikti botëror. Në fakt, nuk vajti më shumë se një vit dhe lufta e dytë, asnjë vit, lufta e dytë botërore filloi. Në luftat ballkanike, në përfundim të luftave ballkanike u bë konferenca e Londrës. Dhe Eduard Gay deklaroi që ne arritëm një marrëveshje për krijimin e shtetit shqiptar, një marrëveshje jo e mirë, por në fund të fundit arritëm diçka të madhe, ruajtëm ekuilibrin midis fuqive të mëdha. Por mbas një viti fiks, filloi lufta e parë botërore. Domethënë ekuilibri nuk u rujt, sepse nuk janë gjëra të tilla sikur me një akt ti do të parandalosh diçka që vjen objektivisht dhe vjen vetvetiu. Shoqëria njerëzore zhvillohet nëpërmjet kontradiktave, nëpërmjet konflikteve, nëpërmjet gares, nëpërmjet konkurrencës, nëpërmjet ku ka çmir, ku ka ambicie, ku ka luftë brylash, luftë deri me armë dhe ndoshta mos e thënë Zoti deri me armë për ta marrë tani. Kështu e shoh edhe konfliktet e sotme që zhvillohen, pavarësisht se kam idenë që këto konfliktet e sotme janë konflikte të cilat janë parashikuara. Unë nuk mendoj që ajo që ndodh sot në linjën e mesme nuk është parashikuar para shumë vitesh. Nuk po them para dekadash, por para shumë vitesh. Unë mendoj prove që kjo, nuk e di sa dakord me mua, se kjo është bisedë. Unë mendoj se situata sot në linjën e mesme është krijuar që nga pranvera arabe. Pra është hedhur aty settlementi kryesor për këtë lloj shpërndarje. Për mua lufta që sot neve po shohim Izrael-Iran është nisur që në 1978 me revolucionin islamik, me largimin në ekzil të shahut të Iranit dhe ardhen e një republike islamike shiite që në thelb neve jemi musliman vet, e dim sa i bukur është Islami, po
aq sa i bindur jam që Islami është aq i bukur, aq i bindur jam që regjimi shiit në Iran është një nga regjimet më monstruoze të botës, që nuk respekton asnjë lloj drejte, nuk respekton asnjë varg Kuranit. Thjesht është një lloj, si thua, brainwash, një lavazh truri shumë i madh, siç ndodh me mediat e neve, me këto idiotliqet ngjyra Ylberi, tash aty është në anën tjetër radikale ekstreme. Kështu që neve prisnim. Problemi i frika e madhe është këto janë dy fuqi bërthamore, zotëri. Domethënë, Irani ka 9 armë bërthamore në dijenin time. Izraeli ka mbi 70 koka bërthamore. Sikur vetëm një nga një të përdorin, sillin shkatrime kolosale në botë, në rajon. Imagjino të shkarkohen të gjitha bombat. Kjo është frika më e madhe sot. Frika ekziston, por unë mendoj që diçka që është planifikuar me limite. Nuk mundet që të i kalohen limitet e një planifikimi të një konflikti. Jam plotësisht me ju kur thoni që kjo ka nisur që me pranverën arabe, madje që me vendosjen e regjimit Ayatollah Khomeinit, që po bën gati 50 vite në pushtet. Lider shpirtëror. Kupton, dhe sa i përket duhet të ndalem në një pikë të cilën ju më nxitët. Republika Islamike e Iranit është një mashtrim. Po. Absolutisht ndaj të njëjtin mendim. Në Iran, por edhe në vendet tjera, përdoret politikisht, jo ideologjikisht, por politikisht Islami, me qëllim që të kompaksojnë popullsinë në rreth e diktaturave. Diktaturat nuk jetojnë dot pa një lloj ideologjie, ose jetojnë duke bashkëpunuar me krimin dhe organizatat kriminale siç ndodh në Shqipëri. Ndërsa nga ajo që më nxitët ju lidhur me regjimin e Iranit, është një republikë islamike, pajtohem plotësisht me ju, lidhur me manipulimin që i bëhet Islamit në qeverisjen e diktaturës Ayatollah Khomeinit. Në vendet diktatoriale, në vendet totalitare, gjithmonë ka spekulime, ka ideologji, në Shqipëri ishte ideologjia komuniste, diku ideologjia fetare, diku tjetër ideologjia. Edhe globalizmi zhvillohet nëpërmjet një lloj ideologjie, të cilën unë mendoj që është e njëjtë me ideologjitë e tjera, por që ka një formalitet pluralizmi dhe kaq, por nuk ndryshon shumë nga, dhe ka një pluralitet ekonomik në zhvillimin e ekonomisë e kështu me radhë. Mendoj që ky spekullim ekziston në qeverisjet, po sidomos në Shqipëri ka një veçori, sepse diktaturë, do ta quaja, në Shqipëri është empleksur dhe bashkëvepron me krimin organizuar dhe me bandat kriminale, dhe në këtë rast është një lloj tjetër diktaturë e frikës, diktaturë e imponimit nëpërmjet hijes së krimit, hijes së banditit, hijes dhe pamjen e këtë hije dhe këtë pamje e merr edhe pushtetari, e merr edhe politikani që do të imponohet njerëzve, madje merr edhe votat nëpërmjet hijes frikës, duke thënë do më japësh mua votën së ndryshe, dhe njerëzit e vobek, njerëzit e paditur, njerëzit që nuk e njohin edhe nuk kanë problem bukën dhe jo integritetin. Natyrisht nuk mund të kesh integritetin kur ke problem bukën. Mendjen e kupton? Këta njerëz natyrisht që nuk do të mendojnë gjatë, do të nënshtrohen frikës. Kjo ka ndodhur, kjo po ndodh në Shqipëri, mund ndodh edhe në vende të tjera. Por ajo që të kthehemi tek Irani. Irani është një diktaturë pa diskutim. Ishte një diktaturë edhe në Shah, në regjimin e Shahut, por ishte një diktaturë, do ta quaja moderne, në kuptimin se liritë dhe drejtat e njeriut ishin më të avancuara, dhe dyta kishte një koncept tradicional të zhvillimit të shoqërisë, çka do të thotë që
nuk cënohej e drejta, dinjiteti dhe integriteti i shoqërisë dhe i individit në atë mas që të tjetërsohet, ndërsa diktatura të tilla si e Khomeinit dhe tjetërsojnë njerëzit. Por kam një mendim që lufta nuk bëhet për këtë arsye. Domethënë ti mendon se perëndimorët nuk kanë vajt atje për të shpërndar demokracinë, siç shpërndajnë gjithmonë. Në diktatura janë 90%, 80% e botës. Po. Nuk kanë ndonjë vëmendje të veçantë tek diktaturat e tjera, për ke Kubën që në kufijim e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ka patër ndonjë fushat për ta rrëzuar diktaturën në Kubë dhe për të vendosur një rend demokratik në Kubë? Vallai janë përpjekur me Fidelin në 647 atentate për ta vrarë, por se vran dot. Ja vdiq Fideli, përsëri diktatura ekziston atje, është vllai i Fidelit, domethënë që intereson. Sepse ju intereson. Pra, këtu janë interesat, nuk është çështje. Ato që thuhet që Izraeli ka sulmuar Iranin për të ndryshuar regjimin, unë mendoj që është krejt ndryshe, domethënë. Izraeli ka sulmuar Iranin për arsye të Izraelit dhe jo për arsye të Iranit. Pse ndjeti rrezikuar Izraeli nga Irani? Në pikpamjen time Izraeli ka të drejtë të ndjeti rrezikuar jo vetëm nga Irani. Pse? Një vend i cili është krijuar, është bërë shtet nga hiçi. Një shtet i cili është krijuar mbas luftës së dytë botërore. Një shtet i cili është krijuar mbas një holokausti, mbas një masakre dhe krimeve njerëzore të Hitlerit. Është natyrshme që të ndjehet i friksuar, të ndjehet i kërcënuar, të ndjehet aq më tepër që bota që e rrethon në vendin ku është krijuar shteti i Izraelit është një botë armiqësore ndaj tij dhe mendoj që jo për fajt për fajt të atyre që e rrethojnë, arabëve, palestinezë, arabe tjetër, por në shumë raste edhe për fajt të Izraelit, për fajt të moskorreksisë së tij në zbatimin e ligjit ndërkombëtar, në zbatimin e rregullave ndërkombëtare, të rendit botëror, pra thjesht për shkak të arrogancës së tij, të dhunës që ka ushtruar ndaj të tjerëve dhe për pasojë ai tashmë imagjinoni një individ i cili ka vrarë dikë. Ka bërë një akt kriminal kundër dikujt dhe i ka marrë jetën. Do të jetojë në frikën e hakmarrjes gjithë jetën? Absolutisht po, me logjik po njërë. Me logjik do të jetojnë në frikën e hakmarrjes gjithë jetën. Po. Në këtë kuptim Izraeli ka arsye të jetë i friksuar, i kërcënuar edhe nga Irani, i cili është publikisht i shpallur tashmë si mbështetës i disa organizatave të ashtu quajtura terroriste, por kjo është relative, sa terroriste ja. Po. Si Hezbollahu, organizata Hamasit, Houthi e të tjera organizata në rajon. Kështu që ka të drejtë të jetë i kërcënuar. Por duhet të kesh fakte dhe prova për të cilat duhet të arsyetosh kërcënimin. Unë shikoj një propagandë të shumë të madhe në Perëndim. Të gjitha shtetet perëndimore thonë Izraeli ka të drejtë të mbrohet. Po tani ne nuk po dim kush ka sulmuar njëri tjetrin. Kush kë? Duket sikur Irani ka sulmuar Izraelin. Po. Sepse kur i thuhet Izraelit ka të drejtë të mbrohet, do të thotë që Irani sulmoi i pari. Po ka goditur Izraeli i pari, ky është problemi. Po problemi është se ka godit Izraeli i pari. Si ta bëjmë këtë? Dhe këtu kemi një konflikt midis asaj që thuhet dhe asaj që ekziston, sepse në historinë e botës që kur është krijuar bota, domethënë kur janë krijuar shtetet që nga Hammurabi deri më sot. 12 ligjet e Hammurabit, sa e vjetër. Është i njohur kodi e Hammurabit, pllaka e gurit që është sot në Louvre. Por e kam fjalën që nga ajo kohë është përcaktuar dhe nuk lëviz dot definicioni i agresorit dhe i atij që sulmohet.
Domethënë, në këtë aspekt nuk mundet askush të pranoj që Irani sulmoi Izraelin dhe të thuash pastaj që Izraeli ka drejt të mbrohet. Domethënë është një lidhje jo e logjikshme, jo racionale, jo e vërtet, dhe në fundit ju folët që në fillim që çështja është ne duhet të themi të vërtetat. Dhe sigurisht, e vërteta kur nuk është absolute. Ka shumë të vërteta, ka vërteta të pjesshme. Ti mund të kesh 3 dëshmitarë në një aksident. Secili prej atyre 3 dëshmitarë do të japin versionin e vet dhe kur nuk do të jetë identik dëshmia e njërit apo tjetrit dëshmitar. Ama kanë parë të njëjtën ngjarje, e kanë vërejt. Por këndvështrimet janë të ndryshme, mendimi është i ndryshëm, zhvillimi psiqik është i ndryshëm, zhvillimi mendor ose intelektual është i ndryshëm, kapaciteti i perceptimit të secilit prej tyre është i ndryshëm. Në këtë kuptim e vërteta është gjithmonë relative dhe nuk mund të jetë absolute. Edhe në këtë që po them, është sërishmi relative, sepse në një farë mase mund thuhet që Izraeli ka drejt të mbrohet, sepse Irani po prodhon armë bërthamore. Por edhe këtu kemi një problem të madh. Nëse unë kam armën bërthamore, nuk e kam të drejtën të i them shpendit pse e bën ti armën bërthamore. Absolutisht. Nuk e kam të drejtë, po flas nga pikpamja morale, në është tjetër gjë çështjet interesat politike dhe gjitha këto. Po moralisht për mua nuk është normale që të kërkosh dikujt atë çfarë ti nuk e bën ose ti kërkosh dikujt të mos ketë atë që ti e ke. Shiko, unë kam një pyetje për këtë. Domethënë, është situata në Gaza. Situata në Gaza është turpi i njerëzimit. Sot që flasim në spektrin tim, edhe në spektrin tim është. Ishte pjesën e duhet jemi racional, geopolitikane, më thet tash. Fund ditës ne të dy jemi njerëz, vemi në shtëpitë tona, marrim atë astakun, flem gjumë për të çuar prap, shikojmë ëndra, flasim me krijuesin, ne besojmë ose jo, pak rëndësi ka, po jemi si thua njerëz të thjesht, njerëzor, human. Dhe kur shikon atë lloj shfarrosje të fëmijëve, të brezit të ri që vetëm goditen, nuk më hyn punë as justifikimi që unë e di që po diskutonin bashkë parë në kafe, jo po rruga e dytë e Mëndafshit, jo po thet ti duhet shpërngulur se duhet lirohet toka e bla bla bla. Ideja që këtu është krijuar një precedent valla. Çfarë precedenti mund të ketë Izraeli për të kërkuar drejtësi apo për të kërkuar mbrojtje kundrejt një shteti të fuqishëm dhe agresiv siç është Irani, kur është duke bërë shfarrosje për veten Gaza. Dhe jo më larg se dia unë pash që rezervistat izraelit, të ushtrisë izraelite, kishin bojkotuar, kishin dezertuar. Pra nuk pranonin më të shkonin në front, në Gaza ose të gjitha, sepse në fund ditës izraelitët janë njerëz të mirë, po çka se politika e tyre është e kapur nga një sekt apo një lozh apo Netanyahu që ka, siç është Ayatollah Khamenei, ka 50 vjet edhe Netanyahu që në 82-shin flet jo Izraeli, jo gjitha ka në pushteta që në 82-shin, po i bie 43 vjet të drejtë. Në 2025 e bie 43 vjet edhe ti në pushtet. Ti nuk ke diktator më i mirë apo më i keq se sa Ayatollah Khamenei. Thjesht keni njëri ka zionizmin politik, tjetri ka islamin radikal politik. Po përplasen dy radikalizma me njëra tjetrën. Besoj që sulmi i Izraelit ndaj Iranit është bërë për arsye të uljes së prestigjit dhe imazhit të Izraelit për shkak të masakrave dhe të luftës që ai ka zhvilluar për 2 vitesh në Gaza. Ajo çfarë ka ndodhur në Gaza, pajtohem plotësisht me ju, është një genocid, është një krim kundër njerëzimit të padiskutueshme. Nëse konventa e Organizatës Kombeve të Bashkuara në 10 dhjetor të vitit 1948 është formuluar duke patur parasysh holokaustin hitlerian kundër hebrejve, Izraeli, hebrejt, ose qeveria e hebrejve, jo hebrejt, e shkaktoi të njëjtën gjë, sigurisht në përmasa më të vogla, por të njëjtën gjë
me palestinezët në Gaza. Janë mbi 60.000 veta të vrarë, nga këta rreth 25.000 fëmijë të pafajshëm, por edhe nga këta të tjerët, thuajse 99% janë njerëz të pafajshëm, njerëz të cilët janë gjendur në momentin e dur, në vendin në momentin jo të përshtatshëm, në një vend jo të përshtatshëm, ku hidhen bombat e izraelitëve. Dhe të luftosh një popull në emër të asaj që po luftojmë terroristët e Hamasit, kjo është jo vetëm disproporcionale, por është cinike. Është shumë cinike. Ndërkohë që sulmet që Izraeli bëri në Iran më kanë quar në një aspekt krahasues. Në Iran ata në sulmet e para asgjësuan gati 20 general dhe figura publike, politike. Kur në Iran kishte aftësinë të ruante popullsinë civile dhe të asgjësonte ata të cilët i konsideron terroristë ose armiq të kombit të tij. Pse këtë nuk e bëri në Gaza kundër Hamasit për të asgjësuar leadershipin e Hamasit dhe për të mos cënuar jetën e mira dhe dhjetra mijë njerëzve të tjerë? Pikërisht kjo do të thotë që Izraeli e ka patur fuqinë, e ka patur informacionin, e ka patur të gjitha instrumentat në dorë që në Gaza të shkaktonte dëme tek ata të cilët i kishte, siç thot ai, objekti i sulmit të tij, domethënë Hamasi. Besoj se justifikimi i Izraelit në të lloj rasti është që Hamasi është një organizatë terroriste e cila operon nëpër bunker. Dhe neve duhet me godit nga larg, ndërkohë që Irani është shtet më i organizuar, ka bazat ushtarake të ndara nga popullsia civile. Pra mendoj se është një justifikim. Në bunker janë edhe ata të Iranit. Pa asnjë diskutim. Duke përfshin nga Khomeini deri qendra që do të shkatrojë Izraeli, qendra bërthamore që ka Irani, është bunker, është në tokë, rrethuar me beton. Absolutisht. Atëherë, nëse ju Izraeli në asin konkret ka një aftësi, mundësi, instrumente, qoftë edhe të shërbimeve informative, qoftë edhe ushtarake e tjerë, ta bëj këtë me goditje të specifikuar dhe të përqendruar në objektin të cilit ti i drejtohesh në Iran, me mijëra kilometra larg, nuk e paska në Gaza. Nëse ka informacion për vendodhjen e autoriteteve të Iranit, nuk paska informacion për vendodhjen e autoriteteve të Hamasit, çka mu më çon në logjikën të atë që tha Joseph Borrell, që ka mundësi që edhe akti terrorist i Hamasit i 7 tetorit 2023 të jetë një akt terrorist i stimuluar ose i inskenuar nëpërmjet shërbimeve sekrete izraelite për t'i dhënë të drejtën Mossadit, për t'i dhënë të drejtën Izraelit pastaj që të bëjë pikërisht këtë masakër që bëri në Gaza, dhe masakra në Gaza nuk bëhet për ato qëllime që bëhet në Iran. Profe, një nga frikrat e mia më të mëdha është fundamentalizmi islamik. Që do të thotë fundamentalizmi islamik? Mos vallë, po ta hedh një spekulim filozofik tani. Mos vallë është një orvatje e Izraelit, apo një frikë se kam Izraelit, qeverisë izraelite, se Izraeli si shtet, ata ne flasim për qeverinë, edhe nëse themi. Ata kanë 4 shtetësi, domethënë janë amerikanë, gjermanë, të gjitha kanë shkuar, domethënë popullsia e Izraelit është 1.500.000, 2 milion rezident, pa rezident vend 9 milion ata, domethënë marrin pasaportën dhe lëvizin nëpër botë. Po nuk është i shtet që si Joni apo Maqedonia apo tjetër që ka çik frym shtetërore, është i shteti krijuar me shkretirës në 48-ën, 2 ditë më vonë të treja shtetet fqinje i shpallën luftë, dhe që në atë lloj momenti është vetëm luftë nëpër konflikte. Mosvallë është një orvatje e zionizmit politik për me bashku gjithë muslimanizmin në një flamur që quhet flamuri i zi. Domethënë, çfarë mendoni juve se do ndodhi në qoftë se largo Zot, provokohet aq shumë vllazëria muslimane, sa të bashkohen të gjithë dhe të vinë kundër perëndimit. Pra të jemi në atë që Huntingtoni thotë
përplasje qytetërimeve, lindja kundër perëndimit. Unë mendoj që Izraeli shfrytëzon pikërisht konfliktin midis vendeve arabe. Ke parasysh, ke parasysh Irani është shiit. Po, shiit. Një pjesë e vendeve ka shiit në Irak e ku diun vende tjera. Pjesa tjetër janë sunit. Problemi është këtu se Hezbollah janë shiit për shembull. Po problemi është se shiitët dhe sunitët janë në luftë me njëri tjetrin, po. Janë në konflikt të ashpër me njëri tjetrin. Dhe pikërisht këtë konflikt midis arabëve ose vendeve të Xhirit Persik, sepse Irani nuk e quaj arab, vend arab, është territorialisht në zonën arabe, po jo, Irani është shumë i hershëm. Është shumë i hershëm, është Persia, por mendoj që e shfrytëzon këtë moment. Izraeli do të kishte interes të krijoheshin grupe të reja terroriste, për t'i paraqit pastaj si përfaqësues të islamit, dhe për ta paraqit para botës si rrezik serioz për botën, islamizmin tërsi dhe grupet terroriste në veçanti, dhe për t'i dhënë vetes të drejtë që unë po mbrohem, kam vetë të drejtën e mbrojtjes dhe do të reagoj dhe do të sulmoj. Por Izraeli nuk ka asnjë interes që të bashkohen të gjitha vendet islame në një, si thuash, unitet të tillë, të cilat pastaj t'i kundërvijnë Izraelit, sepse nëse do të ndodhte kjo, Izraeli zor që do të shtrinjej për te kufive të përcaktuar, madje deri në vitin 1967. Çka do të thotë që vendet arabe do ta detyronin Izraelin të pranonte kushtet e tyre. Dhe Izraeli, nëse pranon kushtet e vendeve arabe, do të rrudhej në një shtet pa koloni të ndërtuara, pa shtrirjen që ka bërë mbas vitit 1967, dhe me një shtet palestinez të padiskutueshëm. Krijimi i një shteti palestinez është, si të thuash, e konsideron rrezikun më të madh. Ndonse palestinezët, nëse do të krijonin një shtet, sipas mendimit tim, do të kishin vendosur një marrëdhënie normale me Izraelin. Por problemi është se Izraeli dëshiron të zgjerojë territore. Çfarë ndodhi prove, se ne kemi parë pamjet, unë për shkakun që jam studiues për vete, kam parë pamjet në veprim nga Holokausti në 48, refugjatët hebrej. Në veprim nga Holokausti, na dëbuan nga shtëpia jon, ju lutem mos na dëboni dhe juve, një pankartë të tillë, diçka të tillë, mesazhi ky ishte me pak fjalë. Dhe ka shumë hebrej që kur i pyet në Izrael, thotë ne jemi vëllezër me palestinezët, na kanë pritur, kemi ndar bukën bashk, sepse ashtu është realja, kanë ardhur si refugjat. Edhe vetë Kissinger tek diplomacia thotë pretendimet e Izraelit janë biblike, ndërkohë që pretendimet e Palestinës janë juridiksionale. Pra janë të bazuara në kushtetut, në të drejta të gjitha, pra një territor, një gjë që e kanë. Çfarë ndodhi pas kësaj vllazërie, pas 48-s? Dgjoj, se duhet ta kuptojmë çka ka ndodhur atje që ta shikojmë sot, ta kuptojmë. Janë dy filozofi të ndryshme. Filozofia e palestinezëve dhe e një popullate më të madhe se Palestina në besimin islam normal, është që pa nevojë, pa shkak të mos cënosh as jetën, as dinjitetin dhe as integritetin e askujt tjetër. Domethënë, nëse ne themi që në kuptimin teorik të sotëm politik që liria ime përfundon deri tek derisa të cënoj lirinë e tjetër tënde, do të thotë që ky parim është parim filozofik, parim fetar, teologjik, si duhet, religioz, i cili është i ngjizur tek palestinezët. Dhe unë besoj fort që palestinezët nuk janë popull agresiv, luftdashës dhe nuk them për persona të veçantë, flas si popull, por janë njerëz të cilët nuk e durojnë të padrejtën, nuk e durojnë dhunën, nuk e durojnë arrogancën, nuk e durojnë
Dhe pikërisht për këtë arsye është konflikti atje. Nuk është se palestinezët përbëjnë ose kanë përbërë rrezik për Izraelin e krijuar në vitin 1947-48. Përkundazi, mendoj që palestinezët kanë qenë përkrahas, ndihmues dhe si thua suportues të asaj çfarë po ndodhte dhe kështu ka qenë realisht, por realisht Izraeli ka patur synime pastaj për të zgjeruar territore. Edhe sot ajo që ndodh në Gaza nuk është, nëse në Iran nuk ka synim zgjerimi territoresh, nuk mendoj që Irani nuk ka sulmuar faktikisht, duam s'duam ne, Irani nuk ka sulmuar asnjë nga fqinjit e vet. Nuk Kaq kohë. Përveç se një luftë që ka bërë me Irakun, Po që me Sadamin, me Saddam, e mori Sadami. Por gjithsesi nuk Irani ka qëndruar historikisht, Irani ka qëndruar brenda kufive të tij, përveç se në kohët e antikitetit kur ka bërë fushata ushtarake deri në Greqi, me Leonidën me Themistoklion e gjithë ato që neve i njohim nga historia e antikitetit. Po nëse atëherë ka qenë logjik tjetër. Po atëherë ka qenë një logjik tjetër e fushatave ushtarake dhe nuk ka qenë si sot s'ka patur rend ndërkombëtar, s'ka patur rregull ndërkombëtar, s'ka patur ligj, s'ka patur drejta ndërkombëtare as që përflitej përveç ndonjë marrëveshje për lundrimin detar, nuk ka patur asgjë tjetër në kohën e antikitetit. Dhe kështu që është kohë tjetër. Por Irani ka edhe një specifik tjetër. Edhe Aleksandri i Madh që ka krijuar perandorinë më të madhe në historinë e botës, Irani nuk ka mundur ta pushtojë tërësisht përveç Iranit perëndimor diçka, një pjesë. E dyta, perandoria turke shkoi në dyert e Austrisë, në dyert e Vienës. Por kur nuk tentoi të pushtoj Persinë e Iranin. Çka do të thotë që është një territor i cili nuk ka njohur pushtime. Ndoshta është në të paktën territore në glob që nuk ka njohur pushtime dhe nuk ka njohur pushtime jo se s'ka patur interesa për ta pushtuar. Po ju them diçka shumë interesante. Në 97-ën u kriju ideja që Greqia do të shpallë autonomi në jugun e Shqipërisë dhe përfundimisht Shqipëria do të shpërbëhet. Dhe një logjik të tillë sinqerisht e pata besuar. Dhe bisedoj me një diplomat të huaj. I them, si ka mundësi të ndodhë? E di si më tha? Mos u shqetësoni, tha për këtë gjë. Askush nuk ka interes të shpenzoj para për të pushtuar Shqipërinë. Ju po u bashkut me Kosovën, atë do ta çunit fitore. Pa për Shqipërinë mos u shqetëso fare. Dhe nga ai moment u shqetësova sepse logjika më thoshte se vërtet s'ka kërkush. Domethënë jemi aq grop sa nuk harxhon njëri lek me neve. Kjo është fitore e madhe profe. Domethënë në kohë luftrash, kur nuk ngjall interesin në asnjë lloj gjëje, pakën jemi të sigurt. Çat merri. Domethënë për interesin jemi për Big Brother. Dhe para 2 ditësh po mendosha si ka mundësi që në Shqipëri nuk ka asnjë reagim, as qeveritar, as nuk reagon as kryeministri, as ministri i jashtëm. Ka kërcënu Bajram Begaj Iranin e ka thënë ndalo luftën se ndryshe dhe shumë, po kuptohet që Irani domethënë është dhe po mendosha pse ndodh kjo. Shqipëria është i vetmi vend që nuk investon për mbrojtjen, për ushtrinë, është i vetmi vend që është krejt indiferent për çfarë ndodh, madje për çfarë ndodh edhe në Kosovë, në tokën e askujt, sipas kryeministrit tonë, e kupton. Dhe themun, pse ndodh kjo? Dhe më kujtu përgjigja e atij diplomatit të vitit 97. Pse shqetësohesh? Askush s'ka interes shpenzoj, tha, para, ushtri, uniforma, armë, të pushtoj Shqipërinë. Kjo është e tmerrshme prova. Jemi në të njëjtën situatë si në vitin 1997. Sa herë Shqipëria fillon të ngrihet, do ta ketë një çekiç mbi kokë që t'i ulët koka. Në 97 ndodhi për mua sepse Shqipëria po futej në rrugën e integrimit me shpejtësi.
kishin nis negociatat për të nënshkruar marrëveshjen e stabilizim asociimit. Sa po ishin pranuar në Këshillin e Evropës. Pra dhe duhej ndaluar detyrimisht integrimi i Shqipërisë përpara të tjerëve, sepse do kishte zhvillim, do kishte avantazhe të jashtëzakonshme dhe përfundimisht do shkputeshe nga një realitet ballkanik i tmerrshëm në kuptimin e koncepteve, të miteve, të ideologjive e të gjitha me radhë. Pra po thuaj që ishte sabotazh. Dhe ishte absolutisht ishte një skenar. E 97-a është planifikuar që 91-92, nuk është planifikuar, nuk ka ndodhur rastësisht 96-ën, falimentuan firmat. Revolucioni i fundit komunist më zhdukur ai më. Ai ishte një revolucion. Do gjën gjithë dosjet, gjitha çudi. Me atë kishte pastaj u shfrytëzua në kuptimin se ata që ishin pushtet para vitit 91 donin ta godisnin se s'bën regjimin e ri, me vota nuk e mundin dot, dhe gabimi i Sali Berishës dhe i Partisë Demokratike ishte se edhe nëpërmjet sondazheve në zgjedhjet e 26 majit kishte 55% Partia Demokratike. Dhe shkoi në 120%, se i thonë. Pra, kjo është problemi se ikën komunizmi, po nuk ikim ne nga komunizmi, profa. Domethënë bëri të njëjtën gjë si Enver Hoxha në 96. Në këtë aspekt ndoshta do të duhej, nëse ato ishin planifikuar, edhe tërheqja nga komisionet e votimit e gjitha ishin planifikuar për ta destabilizuar Shqipërinë. Dhe duhet destabilizuar Shqipëria sepse nuk mundet që Shqipëria të përparonte në integrimet euroatlantike dhe të gjitha vendet e tjera të Ballkanit të shkonin në Europë dhe të bëshin antarë të NATO-s mas 20 apo 30 vitesh. Ishte e pamundur. Përveç kësaj, nuk dihes nëse do kishte luftë midis Shqipërisë dhe Serbisë apo jo në rastin e konfliktit në Kosovë. Dhe një vend i cili me shumë mundësi, me shumë gjasa mund të hynte në një luftë me Serbinë, nuk mund të integrohej. Pra ishin 100 faktorë që quan dhe janë faktorë të jashtëm. Në Shqipëri në Iran dhe në Izrael nuk ndodh asgjë pa u planifikuar në qendra të saktuara jashtë këtyre shteteve, jo ma ngjarjet që ndodhin në Shqipëri. Sa të rrezikuar ndjemi neve perëndimore tani nga ky lloj konflikte? Sepse Irani, po referohem një referate të Ayatullah Khameneit, që neve kemi 2000 raketa për perëndimin. Unë jam hyrë ka e pjesë që këto janë edhe çik retorik boshe për prodhim të brendshëm aty, a kupton që kemi kërcënime blofe. Por që edhe mes njerëzve iracional ka racionalitet sepse gjithë qenet njerëzore njohin frikën. Nuk është se po të ishe pra të punë Kim Jong-uni do ishte vetëm deputon i kuq, duke dërgu. Absolut. Aq psikopat sa është. Po para aq kosa nuk jam ban me u hedh në perëndim është edhe të vret Mossadi me një pickim flutura, a kupton? Problemi është ne ndjemi të kërcënuar dhe çfarë mund të cilë pasoja kjo luftë? Se ti i njeh luftrat. Ka një rregull në jetën njerëzore. Se cili kur ndërmerr një veprim, llogarit fundin. Po. Do të thënë, ku më çon mua? Ku më çon kjo? Ja do bëj një akt, një veprim, një projekt, një gjë. Çfarë do arri? Cili do jetë fundi që do? Po. Është thjesht retorik. Prandaj them është thjesht retorik, sepse fundi do të jetë i tmerrshëm për Iranin, jo për perëndimin. Sepse nuk ka mundësi Irani të kërcënoj perëndimin qoftë edhe me armë bërthamores. Përveç kësaj që perëndimi është i mbrojtur nëpërmjet mbrojtjes antiraketore, por do të ishte një shkas, një arsye që pastaj Irani të bëhej shkrumehi në kuptimin dhe ndoshta në mënyrë të krejt justifikuar. Kush i ka Cilat janë aleatet e Iranit sot e kësaj dite që flasin? Gjithë ata që janë kundër Izraelit edhe Amerikës. Pra praktikisht Kina mund të jetë neutrale, po mund të jetë si kolone 5 që e furnizon. Rusia po ashtu. Unë mendoj që Irani nuk ka aleat. Ka humbur edhe Putinin. Ja ka humbur edhe Putinin? Po, absolutisht.
Nuk Putini lëshoi Sirinë, Putini lëshoi Iranin, absolutisht e lëshoi Iranin. Ka mundësi për këtë shkak të bjerë regjimi e Ayatollah Khomeinit, ndonë se është e pazakon që në kushtet e një agresioni të bjen regjimit, dhe me sa gjykoj edhe në Europë nuk ka interes që të bjerë në këtë moment të regjimi e Ayatollah Khomeinit, sepse prodhon anarki dhe anarkia është shumë e rrezikshme. Jo, prodhon edhe këtyre politikë brendshme që më duhet mua këtu stabilokracia se është Irani keq atje. Lufta ftohtë. Është një lloj domethënë antikrishti. Por duhet atje. Por Putin, Irani dhe Siria Siria e kishte hapur sot, nuk e di për lajmet apo jo. I kishte hapur portat për Izraelin edhe për Amerikën për të goditur Iranin. Absolutisht i ka hapur. Presidenti i ri i ka hapur portat sepse Siria tashmë ka ndryshuar kaj. Nuk është më në boshtin e mëparshëm, por du të them diçka, kisha një ide. Në vitin 2012 Aleksandr Dugin ka formuluar një teoria e botës ruse. Dhe e ka shqyrtuar dhe presidenti Putin dhe është tashmë një dokument shtetëror. Dugini është bërë si Çubriloviqi atje, pa shkak se nuk është aq psikopat sa Çubriloviqi. Jo, nuk është, por është racional. Po është deri diku racional, por natyrisht që ai është prodhues dhe ka formuluar idenë e botës ruse në kuptimin e rusisht folësve dhe botës ruse në kuptimin e kulturës ruse, dhe këtu kemi parasysh botën slave. Sepse bota slave konsiderohet si kulturë dhe për herë të parë hedh idenë që nuk ka vetëm kulturë perëndimore, civilizim perëndimor, nuk ka vetëm civilizim lindor, civilizim arab apo diun tjetër, por ka edhe civilizim rus. Ku e kanë pasur këtë? Ku e bazon këtë? Ky e bazon tek kjo është pak e tepër, e tepër. Ata lindor, se nuk ka rus, çfarë rus ka, domethënë në Ruset janë 8 zona kohore, ka kazak, ka çeçen, ka dagestanez, ka është dëgjoj, po të llogarisësh në Rusi janë 20 milion jo rus brenda federatës. Brenda federatës. Dhe nëse Rusia pretendon për shembull që duhet të bashkohet të gjithë rusët në një shtet vetëm, që jetojnë rreth në Ukrainë, në Moldavi, në Letoni, Lituani, Estoni e kështu me radhë, në Bielorusi e ku diun, atëherë do të duhet që të liroj këta 20 milion që i ka jo rus brenda vetes që të krijojnë shtetet e tyre, ta zanë Dagestani. Por filozofia është për të reheq luga nga vetja, jo me dhanë. Dhe pikrisht këtu janë probleme dhe ngërçe që krijohet. Ose thotë Putin, thotë Krimea, thotë është rast identik si i Kosovës. Nuk është rast identik. Mua më intereson të them që është rast identik. Personalisht. Edhe mua. Absolutisht. Pse? Se ne jemi pro Kosovës. Se ne jemi pro Kosovës. Dhe themi po punë madhe, le të marrë Krimen dhe le të lej Kosovën. Edhe në rregull jemi. Po sepse kështu është bë profe, nuk është se neve po dalim anapull. Praktikisht. Të rjetën kështu është bë. Praktikisht një precedent, ti kapesh pas precedentit. Po, dhe ai është kap nga precedenti i Kosovës. Po nuk është njohet de facto kjo? Është absolutisht. Ai është premtim që unë e njoh Kosovën nëse ju më jepni Krimen, domethënë nga pikpamja e së ndërkombëtare, sa e ka marrë. Po, ma jep me letër, domethënë që ta njohësh. Ta njohësh, është tjetër gjë pastaj. Dhe kështu që mendoj që Rusia po nuk mund të mbaj edhe një pjepër, edhe një shalqin bostan në të njëjtën dorë, nuk mund të mbaj të dyja. Por në momentin që krijoi teorinë dhe filozofinë e botës ruse, në atë moment duhet ta kuptonte Bashar al-Assad dhe Ayatollah Khomeini se kanë hik nga durët e Rusisë, sepse nuk janë në platformën e geopolitikës dhe geostrategjisë ruse për të qenë aneks ose zonë e influencës së Rusisë këto. Ti ka heqën
kuptimin filozofik, politik dhe strategjik. Atëherë duhet kuptonin dhe duhet të merrnin vetë kthesën. Po ju them, nëse Irani dhe Siria do të ishin bashku me Perëndimin, me Shtetet Bashkuara të Amerikës, me radhë të ndiqnin politikat e Shtetit Bashkuar të Amerikës, sot nuk do quheshin ndoshta edhe vende diktatoriale. Sepse nuk kush mjafton ta kesh mirë me Romën. Mjafton ta kesh mirë me Romën në provë dhe nuk del diktator. Më përmendet në fillim pranverën arabe. Po. Kadhafi ishte sa do ta thoja këtë? Kadhafi ishte një udhëheq për gjithë Perëndimin, për gjithë botën ishte diktator. Unë kam qenë në për shkolla, kurse, jo në Gjermani dhe kisha libjan plot. Kisha me shumicë, domethënë. Dhe bisedoja me ta. Dhe nëse u thosha diçka për Kadhafin, të çorronin. Na thoshin, ore, ai ne na ka rrit mirëqenien, ai ne na shkollon, ai ne na jep të gjitha të drejtat që kemi, ai ne na jep kaq $10,000 nëse bëjmë dasëm, nëse bëjmë të, më jepni shembull konkret. Thosha o zot, po ku ta gjejmë këtë diktator si ky? E di kush është prova në bazë spektrit tim, një rimishërimi i Gaddafit në Afrikë është Ibrahima Traore i Burkina Fasos. Nuk edhe e kam presidenti, parasysh. edhe ai ushtaraku që bëri e kam dëgjuar si emër, por nuk e Ibrahima Traore është ai që po çon tezën e Gaddafit. Gaddafi u quhet diktator prova. Jo se ishte diktator, se nuk intereson njeriu çfarë po bën Edi Rama, po tjetë për jetën private. Po tjetë për shkeljen e drejtave juridike dhe të drejtave të njeriut, është shembull Shqipëria për ta parë kleptokracinë, kakistokracinë, mobokracinë, është diktaturë këtu që hajde t'i vrasim këta të gjithë tani, vis, dea e sillcat e gjitha t'i vrasin Sorel, o s'ka njeri vlla. Tu është varfëria, domethënë shtohet për ditë. Ne vetëm vidhemi. Aty problemi ishte sepse Gaddafi ideoi Konfederatën Afrikane të Shteteve. Ajo që po ndodh sot nga Afrika, që Franca është tërhequr prej brekësh edhe është flakur jashtë kontinentit. Sepse nuk zotron më minerat e arit, diamantit e gjitha merat. I ka marrë vet Afrika, shtetet afrikane. Dhe Ibrahima Traore, Ruanda, edhe disa vende të Afrikës subsahariane kanë lidhur kontrata me 3 shtete: Rusi, Kinë, Turqi. Kina për infrastrukturën, të shtrojë gjitha rrugët, jo me borxha, po vjen si investitore dhe i lahet me përqindje shumë të vogël, pa pasur përqindje siç kemi neve oligarkë këtu që kanë komisione. Rusia duke u marrë me çpimin e, duke sjell teknologjinë, duke e paguar shtetit teknologjinë, jo duke futur aksionere tek mineralet Rusin, dhe Turqia duke shpërndar shkolla dhe medrese. Me islamin e edhe me arsimim. Edhe me arsimim. Shikoj çka ka ndodhur në Afrikë. Unë mendoj se lufta e vërtet po ndodh në Afrikë, po kamerat nuk vendosen atje. Sepse në Afrikë perëndimi del lakuriq. Del që është kolonizator. Ndikimi i perëndimit në Afrikë, madje edhe në Amerikën Latine. Po, edhe në Amerikën Latine. Edhe në Amerikën. Atje ku ka koloninë përveç Anglisë, që ka ruajtur një lloj tradite të bashkëpunimit dhe të Commonwealth, ata e kanë qenë Commonwealth. E quajnë Commonwealth, por në kuptimin e kësaj që kanë ruajtur një lloj tradite, dhe me sa duket pushtimi ose kolonizimi britanik ka qenë një kolonizim gati civilizues, si tregtar, cilin merrnin dhe jepnin. Por edhe jepnin, domethënë kanë dhënë kulturën, në fund kanë dhënë shembullin se si ndërtohet shteti, se si ndërtohen institucionet, si funksionojnë gjërat, sepse vendet të cilat kanë qenë koloni kanë qenë gati fise tribu, jo fise, jo shtete të cilat Indin e kontrolloj me një administrat prej 100 vetesh. Në 1 miliard veta. Pra ne them që këto vende nuk e pranojnë më Europën, sidomos vendet e Amerikës Latine dhe vendet e Afrikës. Nuk e pranojnë sepse francezët, portugalezët, spanjollët
janë sjell në një mënyrë të tillë, si në mënyrë barbare, dhe ata e njohin dhe e kanë kuptuar dhe kanë reflektuar nga historia aty. Për këtë arsye nuk janë të pranishëm. Por këtë vakum natyrisht që e ka shfrytzuar Kina, e ka shfrytzuar Rusia, po më së shumti për mendimin tim e ka shfrytzuar Kina, dhe mua kam përshtypjen që kontinentin afrikan e zotron Kina. Momentalisht në pjesën më të madhe me investime, me teknologji. Sepse ata nuk duan edhe te libri jot, nuk e di ma ke. Besoj që Shqipëri kin dështimi një bashkëtese, po tek ai libri ti e ke shpjeguar shumë mirë që unë kam marrë edhe për referencë në debate publike që të kam cituar. Kina ka një gjë që nuk të shqetëson. Nga që është izolacioniste në politikën e brendshme, ata sjellin shpërndajnë kinezërimi tyre shumë i shenjtë. E thot edhe tek For China, tek Kisingeri, ata sjellin vetëm zhvillimin, duan ekspansion ekonomik, teknologjik, nuk kanë ata tendenca politike. Absolutisht, unë këtë mendim kam ndarë edhe në studimin tim, paktën në rastin e Shqipërisë. Nëse do të kishin bërë ato investime ndonjë shtet tjetër që ka bërë Kina në Shqipëri, ti je i bindur që do të kishte përfunduar, dhe nëse do kishte divorc të tillë, siç pati me Kinën, ti je i bindur që do të kishte përfunduar me një luftë. Sepse, siç më thoshte Raman Parlaku, zëvendës shef i shtabit përgjithshëm të ushtrisë, 11 miliard dollar ka shpenzuar vetëm për ushtri. Në atë kohë? Në atë kohë. Dhe falas, 11 miliard dollar vetëm për ushtri e Shqipërisë. Në atë kohë 11 miliard dollar e shumë aprova. E kam të shkruar atë çfarë më ka thënë. Jo, se dëshoj, thjesht po bëj llogarinë tani sa ta llogarisë dollarin. Dhe në çfarë kushtesh ka investuar për mbrojtjen? Në kushtet kur çuhen laj, i thoshte Enver Hoxhës dhe Mehmet Sheut, ne nuk shohim ndonjë rrezik për Shqipërinë. Mos harxhoni para për mbrojtjen. Ne ju ndihmojmë, po merrni këto para dhe përdorni për popullin, për ekonominë, për zhvillimin, për këtë. Më shumë ishte interesuar çon laj për zhvillimin e Shqipërisë se sa këta që thonin jo se ne rrezikohemi nga Jugoslavia titiste, nga Bashkimi Sovjetik, nga kjo, nga ajo. Ai tha, shprehmisht u ka thënë, ne nuk shohim ndonjë rrezik për Shqipërinë. Ne ju rekomandojmë, nëse mendoni që ka rrezik, bëni një aleancë Shqipëri, Jugosllavi, Rumani. Mësonte edhe gjeostrategjinë. Mësonte edhe çfarë duhet bënin. Pra, e kam fjalën që dhe ikën këtë heshturazi, madje me një porosi të Mao Zedongit, let na shajnë shqiptarët sa të duan, ju askush nuk do të kundërviheni dhe nuk do të reagoni kundër tyre. Ne nuk kemi pse të reagojmë kundër shqiptarëve. Me një qetësi, domethënë të jashtëzakonshme. Dhe më ka bërë përshtypje gjithë këto, sepse kam hyrë në arkiva dhe janë ashtu. Më ka bërë përshtypje gjithë ky qëndrim i jashtëzakonshëm, domethënë deri në cinizëm do ta quaja, sepse kjo është edhe me të nënvlefsu në kuptimin ata. Por në fund të fundit kjo është edhe pjesë e strategjisë dhe politikës jashtme të Kinës. Unë nuk di ndonjë deklaratë e cila të ketë lëndu ndonjë vend tjetër në pikpamje politike të autoriteteve të Ministrisë Jashtme të Kinës. Nuk di ndonjë deklaratë të kishte thënë të thot dikujt një vendi i cili ndoshta edhe ka kërcënuar të thot provoje se ndryshe do ta shohësh se ç'do. Xhia, presidenti përjetshëm i Kinës, i mandatuar në 2015 kur reformua ligjin në parlamentin kinez, që s'kemi pse të bëjmë zgjedhje tash se ja ku është perandori, po se bëjmë dot perandor, se ne jemi republikë popullore, po le ta popularizojmë çik qytetin e ndaluar të Kinës, po e modernizojmë. Atë po vendosin këtë, po pa drejt gjaku të kalimit pushtetit, se do ta vendosi po pra partia. Me pak fjalë, kreu dinastisë kineze, Xi Jinping, ka bërë një deklaratë kundër Trumpit. Po Kina ka diçka, është kundër sulmusa. Nuk është asnjëherë sulmusa. Ja, nuk sulmon.
Dhe kjo është e bukura. Madje thotë askush nuk do të, deklaratat e përgjithshme të tyre janë nga kjo që po ndodh, për shembull embargo ose rritje tarifash etj, nuk fiton askush. Domethënë nuk thotë se nuk fiton ti, po nuk fiton askush, nuk fitoj as unë, nuk fiton as ti. Dhe në fakt në luftat e sotme, se po kthehemi përsëri tek diskutimi që po bëjmë, në luftat e sotme, qoftë edhe kjo midis Izraelit dhe Iranit, nuk do të ketë të fituar. Do të jenë të gjithë humbës në kuptimin praktik të fjalës. Në luftën në Ukrainë, unë mendoj që po aq e humbur sa Ukraina është edhe Rusia. Sepse në fundit janë gati 1 milion jetë njerëzish. Provën tek pjesa e 1 milion vetave, le të futemi tek ajo shpreha e famshme e Stalinit. 1 milion janë Statistikë, sipas teorisë. Nuk llogarisën ata jetë njerëzish. Mbiles ata thonë më mirë më pagoj për të ushqyer. Ikin sa se vinë sa të rinj. Po ik pjesa vitale. Ikën pjesa vitale, po merren ata me popullimin. Nëse do kishin ik pensionist nga Shqipëria nuk do të isha fare i shqetësuar. Po. Mosha ime, a kupton? Por kur ikin të rinj, ikin rinia. Dhe është ik vitaliteti, ik e ardhmja. E disa çfarë shqetësimi i madh është ky apo jo? Një popull që paksohet është i destinuar të shuhet. Nuk ka çare. Shqipëria ka parë pushtime nga më të ndryshmet, përveç pushtimit serb, të territoreve tjera shqiptare, jo të Shqipërisë, të Kosovës më në, nuk ka synuar ta paksoj popullsinë e këtij vendi asnjë pushtues. Ndodh me rilindjen e sotme paksimi i popullsisë. Domethënë, vitin e kaluar ishin ta zëmë kaq banor, diferenca është sot 50.000 banor, me gjithë shtesën që mund të duhet të kishte ndodhur. Po të gjitha këto ndodhin sepse ka ikë rinia dhe po ikën rinia. Kur isha në Durrës, se tani kemi pak student, po atje ku ishin 80-90 student në sallë, i kam pyet çdo grup që ç'a do bësh mas studimeve. Do ikim me gomone në Angli. Do iki jashtë. 90% do iknin jashtë. Po na duhet të marrim diplomën me vete. Po për ç'a duhet të atëherë në këto kushte, ky vend jo vetëm i paksohet popullsia, po është gati të shuhet. Nuk do të shuhet sepse do marrim indian, pash Aurontaren që publikonte një indian që runte baktit në një fshat. Po, kjo e Bangladeshës, të joti, të karburanti që shkon për në Vlorë në Fjerë, që është nga të dy anët, në Lushnjë, këtë të ambush Bangladeshës. Po të shkoj në një familje fshatare dhe të ruaj baktit, këtë nuk e kisha menduar. Po e njëjta gjë më provë. E njëjta gjë është. Pse nuk e ke menduar ti kur neve vet në 90-ën, 91-shën kena pas shok, miq sot që janë mirë me familje me gjitha me radhë, që kanë shkuar në Greqinë nga Mali, kanë shkuar në përfshatrat e Greqisë apo. Domethënë e njëjta gjë, janë lëvizje demografike. Aty ku po bëhet luftë, po vinë, sa ndej po bëhet. Absolutisht janë lëvizje demografike. Por kjo lëvizje demografike në kushtet kur paksohet popullsia e vendasve është e rrezikshme. Është jo e rrezikshme. Fatale. Jo kërcënuese, po është fatale, nuk ka çare, domethënë siç nuk ka shans të ndalosh vdekjen individuale, nuk ke shans të ndalosh shurjen dhe vdekjen e një kombi. Juve jeni njohës shumë i mirë i gjeopolitikës, le të bëhemi si Djibouti, port amerikan ushtarak në Afrikë, në gjirin persik, ka 1,5 milion banor, 500.000 janë vendës, 1 milion janë të bardhë që kanë ardhur. E ke Dubai në ashtu. Po le të vinë. Po e ka të ndaluar, askush nuk mund të marrë shtetësi. Dhe ti si banor, po këtu mas 5 vjetësh ai të bëhet shtetas i Shqipërisë. Shqiptar. Po shqiptar. Atë del serbi pastaj thotë, ky është shqiptare. Mongoloidi. Sepse unë jam dakord, ka praktika sa dush në përbot. Dakord, por bëje ligjin, madje futen kushtetutë, ndalohet kategorikisht të jepen shtetësi. Po se mbrojtim neve veten, miku jam.
Kështu Kë është. pretendojnë ta mbrojë? Amerikanët, Jo, që nuk janë them. biznesmena, Absolutisht jo. izraelitët, Absolutisht rusët, askush kinët, jo. kinezët. Askush jo. Askush nuk Nëse duan vendin tonë për. Ti e kupton çka qesharaku, vete Edi Rama në Këshill të Sigurimit i bën ambasadorit rus, delegorit Rusisë, i bën arrogancën. Ne nuk kemi sa një lagje e Moskës. E ka bërë me leje atë. Me leje pa leje, Jo me leje të amerikanëve, jo. me lejen e kujt? Me lejen e Putinit. Me lejen e Putinit. Absolutisht po. Bëj Absolutisht. çik kështu klon. Mirë ke. Absolutisht. Klon. Kështu luhet loja. Nuk luhet loja kështu me dalti me mbrojt Putinin publikisht. Përkundazi, Duhet me, ti duhet ta shash. po, aty e agjendi mirë. Aty je më i besueshmi. Aty e agjendi mirë. Absolutisht, sepse ndryshe si do të bashkëpunonte ai me Gonigalin dhe kompanitë ruse dhe shërbimin rus. Si mundet që të arrinte Putini të pagunte një shef të lartë të FBI-s për ta korruptuar, për ta kompromentuar, për ta rekrutuar më saktë, sepse nuk është bërë hetimi për rekrutimin, sepse FBI ka patur hallin se diskreditohet nëse do bënte Po, këtë. institucionalisht, po, është probleme, po. Por kjo është bërë në bashkëpunim me Edi Ramën. Absolutisht. Dhe hetimi tani nuk do bëhet më për korrupsionin me Edi Ramën, sepse konsiderohet e mbyllur, por do bëhet për rekrutimin agjenturor të me Gonigalit dhe të Jeshibinit që do të dalin të dy në një thes. Të dy do dalin në një thes. Ku do vija ditë, po, mire ka? Dëgjoj, koha është e pamshishme. Shpeshherë kam shkruar dhe kam thënë, sot askush nuk na beson për ato që themin e për marrëdhëniet midis Zotit Rama dhe Zotit Vučić. Po kur të hapen një ditë arkivat, do të qartësohet gjithçka dhe njerëzit do të kuptojnë se jo ato që kemi thënë në këtë kohë reale, por 20, 30, 100 herë më shumë ka në bisedimet, në marrëveshjet gojore apo marrëveshjet të tjera midis të dy palëve. Absolutisht, jam kreti bindur. Nëse një ditë do hapen arkivat dhe nëse Serbia do të integrohet në Europë, çka do ta bëj, të jesh i bindur që do ta detyrojnë të hap të gjitha arkivat, se s'ka logjik tjetër antarësimin në Europë, dhe në momentin që do hapen arkivat, do të ketë gjevahire të jashtëzakonshme lidhur me këto marrëdhënie. Do ketë edhe tjera përveç Ramës, jo vetëm të Ramës, a kupton. Por problemi është që edhe në rastin e Këshillit, mbledhjes së Këshillit të Sigurimit, ajo retorike e tij ishte thjesht ishte me leje. Domethënë, ky bën me leje, ky tjetri Berberi, kamarieri që është president, i drejtoi Tiranit, thua ti Irani është me macinë e patosit. Po ku dim ne se çfarë do të mbulojë edhe kjo diçka? Po çfarë do të mbulojë, ky është kukull. Kukull është, po ekstremizmi përdoret gjithmonë për të fshehë diçka e cila është realitet, por që nuk duhet të njihet në publik. Ka një kohezion të frikshëm midis dy partive të mëdha politike për sa i përket situatës me Iranin. Del Edi Rama që bla 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 do budalliqet e veta, siç i thot gjithmonë, nga 12 vjet do të detyrojmë edhe 4 vjet tjera të dëgjojmë njëjtat horliqe. Edhe 14 jo dhe 4. Edhe 14, po me këtë opozicië që është mirë këtë, do bëhet mbret, do bëhet si Ayatollah Khamenei dhe ky Edveri jon. Është edhe Stali Berisha që nga ana tjetër nuk e di, se marr vesh në herë doktorin, më zhgënjen në herë në mënyrë të frikshme, në mënyra irracionale disa deklaratave emocionale të tij ose jo, nuk e di a ka këshillim gabur apo jo, po populli mik i Iranit, sepse Izraeli ka drejt mbrohet, unë ja fal Edi Ramës që është ignorant para excellence në shumë fusha. Po doktori që është Euridit nuk i takon me bë këto deklarata foshnjërore. Aq më tepër që ti e kreu e opozitës, ti merr njëherë me sistemin që
është dekadent këtu. Nuk ke ti në kushtet për me I dhonë tani popullit iranian, shikoj se Ayatollah Khamenei është e keqa e madhe e gjitha. E dim në që është e keqa. Kur doktori I politizon ngjarjet, doktori gabon. Kur doktori flet Si studius, si Sali Berisha, jo si kryetari I opozitës, jo si ose si president, ose si kryeministër, ose ku diun, po si Sali Berisha është brillant. I jashtëzakonshëm, është brillant. Tani kemi 2 doktora. Një doktor që bën deklarata të tilla e cila nuk më ka pëlqyer as mua, as pak, por që nuk e kam kritikuar për arsye se e di që ai ka vendosur një balancë aleancash në kuptimin e dhe kur vendosesh në një aleancë, atëherë je I detyruar ta luash vallën sipas të tjerëve, por ndoshta heshtja do të ishte shumë më e çmuar se sa deklarata. Atë që thatë ju, derisa kemi probleme brenda vendit, derisa ne një Ayatollah Khomeini e kemi në krye të shtetit tonë, çfarë do të themi për Iranin, domethënë? Po profesor, aty është një sekt shiit që ka degeneruar gjithë parimet islamike dhe I ka politizuar në mënyrë të frikshme, në mënyrë agjenturash, duke vrarë vajzat e bukura, duke hedhur acid, duke vrarë meshkujt e bukur e të gjitha, domethënë du me heq seksin, du me heq dëshira, du me heq çfarë do lloj thjesht me pas clever, budallënj, njerëz që dhunojnë gratë, kanë 7 gra nga 8 gra, I rrafin I bojnë. Në ana tjetër ti ke një sekt rilindje këtu, që do të thotë vjedhin ditën. Domethënë janë çuar nga bashkia, ka dalë arkivat, hidh aty e ca digjeshin. Unë kam kuptuar që papa ishte smur kur pash tymin e zi te bashkia. Tash nuk që ka zgjedhur akoma papa. Na u shty prap. Në ditë të hapur me diell digjni letra publike, arkiva për mos të rënë burgja. Ke një masakër mentale, po them elektorale. Sot po dalin që janë futur treni bullgare gjitha me ranë. Ne I dinim. Problemi është që ky treni bullgar është dhe brenda Partisë Demokratike ka hajdut me çizma, që kanë vjedhur njëri tjetrin. Kështu që ka relativizuar gënjeshtari, thot gënjeshtari ti gënjeshtar. Je hajdut. Pra, Partia Demokratike ka hajdut mrena, Partia Socialiste ka hajdut, të dy këta hajdutët dalin me një deklaratë përbashkët. Do të marr bëj një paralele. Po. Ka shumë studius në Europë, sidomos ata që nuk I duan shqiptarët, thonë edhe shqiptarët kanë bërë krime kundër serbëve. Dhe realisht gjatë luftës dytë botërore, shqiptarët kanë vrarë sipas studiusëve 5.000 deri 10.000 serb. Po, shumë kanë vrarë kroatët, kroatët kanë vrarë shumë më tepër, shumë fish më tepër, ustashët, por edhe shqiptarët kanë vrarë në Kosovë. Pastaj serbët vranë jo 5.000 apo 10.000 siç thon disa studius, por vranë 40-50.000 shqiptarë në përfshirje dhe ato 4.200 në masakrën e Tivarit. Ka një dallim midis. Ta zëm se janë edhe viktimat barabar. Tek shqiptarët nuk gjen asnjë dokument, asnjë projekt, asnjë program shfarosje të popullsisë serbe nga Kosova. Nuk gjen asnjë. Çka do thot? Nuk ka një kokë udhëheqëse. Gjithçka që ka ndodhur, do të thotë ka ndodhur në kushte anarkie. Nuk mund të ishte nuk mund të ishte dot urrëtia. Në kushte rrëmuje. Dhe për pasojë nuk është e njëjta gjë. Edhe sikur viktimat janë barabar. E njëjta gjë është midis rilindjes dhe opozitës. Te rilindja janë në kushte anarkie kanë përfituar element të ndryshëm, ose të miqësive, ose të njohjeve, ose të lidhjeve të krijuara më parë, qoftë brenda PD-s, qoftë jashtë PD-s, me komisionerët e PS-s, me gjithçka tjetër, dhe kanë krijuar mundësinë e manipulimit kundrejt kolegut tyre kandidat për deputet. Por nuk ka një strategji, nuk ka një program, nuk ka një projekt. Në rilindje është me projekt gjithçka. Domethënë gjithçka e certifikuar,
e hartuar, e projektuar, me një strategji të caktuar, me një qëllim, me një synim dhe me një parashikim se çfarë do të arrijun. Nëse Edi Rama përcakton se sa deputet do fitoj, shkon atje në kuq dhe e bën atë dhe e firmos si tjetë profet. Profet është të çfarë do. A kupton? Ai e ka projektuar nëpërmjet strategjisë për manipulimin e votave se sa do të manipuloj, sa do marrë e di se ka sondazhe. Sa do manipuloj e di se ka patronazhistët, makinerinë e gjithçka dhe thot këtu do shkojnë 80, 78 deri në 88 e shkojnë gjysmë 83. Domethënë shkoj tamam atje ku në gjysmën e parashik. Për të thënë që unë jam më i saktë në Fibonacci është mësore art. Në mënyrë perfekte, domethënë. Po na ndryshon Ayatollah Khamenei i Iranit nga Ayatollahu jon, profesor. Nuk besoj që Ayatollah Khamenei se të dy jetojnë bunker. Momentalisht absolutisht po. Nuk besoj që Ayatollah Khamenei ka ndonjë zyrë ku paguhet ose shërben një koordinator me organizatat kriminale. Jo, mendoj se ai ka kriju organizatat, ndoshta edhe terroriste. Ai ka terrorizmin. Po ai ka në linjë shtetërore dhe e di që kjo skuadër, kjo trup është, por nuk ka kriju një koordinator midis grupeve kriminale në kuptimin e lidhjeve me grupin kriminal të Durrësit, grupin kriminal të Shijakut, të Shkodrës, Bajrat e Qenë ata, me grupin e Elbasanit, të Vlorës e me radhë, por ka strukturat e veta. Ata janë struktura shtetërore që i pagun. Ky nuk i pagun. Ky thjesht bashkëpunon me ta për të friksuar publikun. Kam një pyetje të fundit për sa i përket situatës botërore. Se neve diskutojmë politikën e brendshme këtu për të bërë një pasqyrim siç ndodh edhe ande, se njerëzit nuk e kanë idenë se si është Irani, as nuk e me shumë mundësi ata që po na ndjekin nuk e dinë as ku është në hartë Irani, me kë kufizohet. Se ti e di nivelin e arsimit si çka vajtër grop këtu. Grop është. Grop është turp, tu është janë pedagog. Absolutisht. Sot është turp, tu është pedagog. Problemi është tu, si e shef ti, kur do mbaroj kjo konflikt, të shtrirë në kohë, dhe çfarë do sjellë? Do sjellë një qeveri globale, do sjellë policentrizëm, pra nuk do ketë më unipolaritet ose bipolaritet siç ka qenë bota Bashkim Sovjetik, Shtetet e Bashkuara, po tani do jenë policentriste, me rajone botërore, pra Azia ka këta 3 tigrat, Kinën, Rusin, Indin, Amerika e Veriut, Amerika hemisfera perëndimore ka Brazil, Argentinë, Shtetet Bashkuara, sepse dashur pa dashur Brazili dhe Argentina kanë marrë rrugën dhe ta pjetën për fuqi botërore, për të cilësuar fuqi botërore. Pastaj ke Turqinë që është fuqi hibride, as rajonale, as botërore, po është in the middle, është në mes. Si e shef projeksionin e botës? Mendoj që në rendin e ri botëror nuk do të ketë një qeveri të botës. Ardhja Trump është sinjali kryesor i kësaj, por mendoj që një qeveri e botës do të krijonte shumë probleme, do të krijonte një luftë siç krijoi lufta e parë botërore, luftën e dytë në shpejtësi, ashtu do vinte një luftë tjetër botërore nëse do të kishim një qeveri botërore, sepse bota nuk është as sot, as nuk do jetë ndoshta shkurr e përgatitur që të qeveriset nga një qeveri botërore. Nuk është e pamundur. Është e pamundur. Nuk paruan ekuilibrat midis shtresave sociale, etnike, pakicave etnike e tjerë brenda shteteve që ekzistojnë, jo të ruan balanca dhe ekuilibra midis shteteve, rajoneve të ndryshme të botës e kështu me radhë, dhe përpasoj do ketë konflikte të diskriminimi dhe pabarazia në zhvillim do të bënte me përgjegjësi qeverinë e botës dhe revolta do të ishin të padiskutueshme në shkallën më të lartë. Kështu që unë përjashtoj
kategorikisht mundësinë e një qeverie të botës. Iku kjo e Pavarësisht se nga pikpamja iluzionare dhe nga pikpamja teorike, filozofike është diçka e mrekullueshme, domethënë. Po është utopike. Aq utopike nuk është ajo, se mund të bëhet gështata, kthehet në një qeveri potrore, është shumë e thjeshtë. Ta japin direktivat e parlamentet sovrane. Një sistem politik mund ta ndërtosh për 6 muaj. Po. Nuk është ka në shkencë të madhe. Nuk ka në shkencë të madhe. Por problemi është si funksionon. Si funksionon? A funksionon? Dhe në pikpamje e funksionimit do mendoj që nuk do të bëhet, sepse që në fillim. Dhe ka njerëz cilët i gjykojnë gjërat. Bie kjo kartë e qeverisë botërore është utopike. Mendoj që do të ketë një botë bipolare, por një botë bipolare me kujdestari. Si me kujdestari? Pra ti mendon që ka 2 pole, këto pole do kenë shumë qendra? Janë 3 pole, 3 fuqi. Po. Kina, Shtetet e Bashkuara dhe Rusia, të cilat do të jenë vendimmarrëset. Po. Europa do jetë në rolin e De Gaullit në luftën e dytë botërore. Domethënë De Gaulli do jetë i ikur jashtë, po bëjmë sikur luftojnë tjerat, po ne bëjmë sikur. Por këta 3 do thonë prit se kemi edhe këta këtu. Po kemi edhe këta, kemi harruar. Kemi harruar në toalet. Do t'i japim diçka dhe kështu që të shohim si do t'i rregullojmë, mos na prishet në shumë interesat me këta dhe do t'i japim diçka. Problemi është, e di si është ky trekëndshi që thotë, ai sa e marrën vesh prova. Kina dhe Rusia kanë sape shumë të vjetra për të larë mbi Siberin. Ato Kissingeri. Absolutisht. Domethënë ja dhe aleate, po të kundërshtarët në njëjtën kohë, po të ndryshojë rrjedha e historisë. Po edhe logjikisht, konfliktet ndodhin midis vendeve që janë në kufi toksor, ose detar. Po kryesisht toksor. Kina dhe Amerika janë edhe rivale, po edhe kanë bënë thesarit e njëra tjetra, e zhysin njëra tjetrën nëse shkatrojnë njëra tjetrën, futen luftë. Ata kur nuk kanë për të hyrë në luftë me njëra tjetrën. Ata kanë për të bashkëpunuar në rivalitet dhe në garë me njëra tjetrën. Kanë për të ripërtrirë atë bashkëekzistencën paqësore që ekzistonte midis Bashkimit Sovjetik dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës në kohën e luftës së ftohtë, kanë për ta përtrirë, domethënë, ne jemi rival, por edhe bashkëjetojmë në mënyrë paqësore me njëri tjetrin, sepse asnjëra palë nuk ka interes të zhvillojë konflikt armatosur me palën tjetër. Jam krejt i bindur, thjesht do të fërkohen, për të kap një copë sa më shumë. Po jam i bindur që në rendin e ri botëror, Kina së paku do të fitojë Tajvanin në mënyrë paqësore, jo me luftë. Do marrë Tajvanin. Dhe nuk është të thënë që ta marrë me luftë, sepse janë gati 500 miliard dollar që tajvanezët i kanë investuar në Republikën Popullore të Kinës. Ta janë investitorë që jetojnë në Tajvan. A kupton ti? Këta njerëz janë të gjithë pro Kinës. Ke një opozitë e cila është aq e fuqishme sa edhe mazhoranca, janë në kufit, e cila është pro kineze. Po. Domethënë pro bashkimit me Kinën. Kështu që nuk ka nevojë Kina të bëjë ndonjë luftë për të bashkuar me Tajvanin. Por këtë të drejtë do të ja njohë edhe rregulli i ri botëror. Pra ti po thua SBA, Rusi, Kinë, Rusia dhe Kina janë aleate dhe kundërshtarë në njëjtën kohë? Ata do të jenë aleat dhe kundërshtar dhe njëkohësisht Kinë dhe Amerikë aleat dhe kundërshtar, dhe Rusia do të detyrohet të përshtatet midis tyre. Nuk ka asnjë mundësi tjetër, sepse Rusia është, përveç se potencialit bërthamor, është vendi më i dobët në këtë treshe. Po vendi më i dobët po është edhe pjesë e Heartlandit. Mos harro se Heartlandi është. E kuptoj çfarë do të thuash, po mos harro, prodhon 1.8% të GDP-së së botës. Korea e Jugut prodhon 1.9% të GDP-së së botës. Nuk ka fuqinë ekonomike të Koreas së Jugut. E imagjinon tani se çfarë potenciali ka. A ka mundësi një shtet të sundoj sipërfaqe të mëdha kur s'ka resurset ekonomike dhe financiare për ta bërë këtë, ti mund kesh armë bërthamore ashtu siç i ka Rusia me mira,
10.000 ndoshta. Por do t'i përdorin disa njerëz të armë bërthamore. Këta që i përdorin, a do të trajtohen? Lufta, a do të financohet? është pa mundur një vend i cili ka 1.8% të GDP-së botës. Kina ka 20%, 21% gati. Amerika ka 37-38% të GDP-së botës. Janë dy fuqi të cilat e bëjnë sanduiç në papatën. Rusia kështu ka qenë tërkohë prova. Do të thënë gjugj ekonomik. Rusia vetëm ka kërcënuar, Rusia nuk ka pushtu. Po gjugj ekonomik është gjugj ekonomik pikërisht për këtë arsye, po të kishte GDP, ka fituar luftën e dytë botërore prove me nga Stalingradi, vajtën Hitlerit mund mes Berlinit. Ishte Bashkimi Sovjetik. Po Rusia, Stalini me shok, do thuash ishte Georgian, Moska. Ishte Bashkimi Sovjetik. Ata e njëjta prove, ata e njëjta gjë janë, thjesht kanë ndryshuar emrin. E njëjta gjë janë, por ke parasysh se kishte të bëje me një shtet militar, me një shtet me një popull militar. Po. Dhe Shqipëria me 3 milion banor do të kishte një rezistencë. Fillimisht do të admironin gjithë vendet e tjera, do thoshin, ç'a ndodhi me këtë vend që rezistoi për një javë, kuptohet se më shumë nuk do të rezistojë. Mujo Gjinaku. Kupton. Por gjithsesi do kishte një rezistencë fillestare të çuditshme, sepse popull militar. Jo thjesht shtet militar, popull militar, mendërisht militar, jo vetëm në kuptimin ushtarak. Pra është ndryshe koha e Stalinit dhe ndryshe koha e sotme dhe nuk mund bëhet krahasim mbas asaj. Por e pata tek vendet të cilat do të jenë kujdestare. Për shembull Turqia do të jetë vend kujdestar. Po. Brazili mund të jetë vend kujdestar. Arabia Saudite apo dikush tjetër mund të jetë vend kujdestar në një rajon të caktuar. Janë shtetet e Kaukazit muslimanit, kuptohet se jo shtetet që jetojnë slav, po të Kaukazit i kanë kujdestari, do i thuhet Turqisë tiki. Po Sirin ja kanë dhënë që tani, ja dhanë publikisht. Donald Trump tha, s'kam punën, ka Erdoğani punë atje. Në Ballkan mund të japin një pjesë të vendeve, nuk e dim si çështet, po mundet. Dhe përfundimisht Amerikanët e kanë më lehtë me shtete kujdestare, sepse mbajnë aleancën me shtetin që kanë kujdestari dhe syn më marr edhe me Shqipërinë ta zonë, apo me Kosovën, apo me me Kazakistanin. Nuk është investim është kohë shumë e madhe, është burime njerëzore shumë të mëdha, investim shumë i madh për një vend si Amerika më marr me çdo fshat të botës. Sepse Shqipëria një fshat është për Amerikën. Domethënë nuk mund të merret. Atëherë çfarë mendoj unë do zgjedhin këtë metodik. Shtete kujdestare. Dhe Amerika ka ndikimin të shteti kujdestar dhe pastaj ka automatikisht tek gjitha shtetet të cilat është çështje parimit, menaxhimit biznesit. Që është fix menaxhim biznesi. Domethënë ke një CEO në këtë filial dhe ky CEO në këtë filial do të komandojë gjitha këto operacionet në këtë sipërfaqe, në këtë territor, me këta njerëz e kështu me radhë. Pra, mendoj se kështu do jetë rendi i ri botëror dhe nuk do jetë ky rendi i deri sot në rrëmuj, në anarki. Së dyti, rendi i ri botëror mendoj që do jetë me ca rregulla pak më të arsyeshme, më racionale të vendimmarrjes. Të tipit. Nuk besoj që do të ketë veto. Mund të ketë vendimmarrje me 2/3. Okej, domethënë heq parimin e vetës që është bllokuar. Po të kesh vendimmarrje me veto do thotë mos marrësh vendim kurrë. Po. Do thotë ta qeverisësh një botë, jo ta qeverisësh. Okej, mundet që mos jetë 50+1%, mund të jetë 2/3. Po. Me qëllim që vendimi të jetë sa më i drejtë, sa më i logjikshëm, se kur votojnë më shumë se 2/3 e vendeve anëtare që qeverisin botën, do të thotë që është. Por nuk mendoj që do ketë veto. Çka do të thotë? Do të ketë një kushtetutë 3 bota. Nuk do të ketë një kushtetutë siç është sot karta e OKB-s me atë nenin 52 që çdo vendim e merr Këshilli i Sigurimit me
me dakordsinë ose ndoshta abstenim, po jo kundër. Por që të ndodhi kjo që thoni juve profesor, do të ndodhi një luftë shumë e madhe, që tulen gjitha palët. Prandaj po bëhet kjo luftë. Rusia është në luftë për të dobësu. Po. Rusia do të marrë zonat e veta të influencës pavarësisht se dobësohet. Po. Ta zonë Bielorusia, Ukraina, Moldavia, Gjeorgjia, do të jenë vende satelite të Rusisë dhe qeveri që do formohen aty do të jenë qeveri të cilat pro-ruse, siç ka ndodhur në mas luftës dytë botërore, ka pas qeveri në lindje jo pro-ruse, s'ka patur. Hiqe këtë rastin e Shqipërisë, sepse këtu ishte Shqipërinë se ka, ta thash, nuk e ka Asjansë, po. Nuk ekzistonte në hartë për ata, po. Por e kam fjalën që do të japin, po kaq sepse e dobësojnë në atë mënyrë se Rusia dhe Putin kanë synu deri të vinë sërishmi, paktën jo ndoshta në Berlin, po deri në kufit e Austrisë. Po. Kanë synu të vinë sërishmi. Por vendet të cilat Polonia e këto vetëm po deshen vetë, Slovakia për shembull, Fico është gati me shku me Rusinë, nëse do me shku le të shkoj. Nuk ka asnjë problem, do t'i thonë biles evropiane, edhe do me shku ande, shko rri aty. Por nuk do ketë edhe ky establishmenti evropian nuk më duket kaq racional sa e bën juve. Këta janë kuklla pleq. Të gjitha tani kanë filluar të ankohen në Bruksel se s'po na pyesin ne se për fillu luftën dhe ne nuk dim gjë që po fillon lufta e Izrael-Iran. E kupton ti se ku janë këta apo jo? Ta nuk kanë as informacione të bazë se çfarë po ndodh. Çfarë bëj von der Leyen apo ta Soreka që vinë bëjnë pasur këtu. Pikërisht pra për këtë po të them, këta janë apo Klautini. Këta janë OSBE-ja ka më shumë autoritet se Komisioni dhe Parlamenti Evropian dhe Bashkimi Evropian. Kanë më shumë autoritet disa organizata, se të paktën kanë një objektiv, kanë një do thosha edhe ajo ASEAN, si quhet e Azis, juglindore e organizata. Po. Edhe ajo ka më shumë, pavarësisht se është vetëm fushën ekonomike, por paktën është produktive në atë edhe BRICS që u kriju nga Kina dhe Rusia me vendet e aleate të tyre, Brazili, Indinë e kështu. Edhe ata kanë një produktivitet më të qartë, sepse më duket se kanë interesat e tyre bashkëkohë. Ata kanë një agjendë. Kanë një agjendë, kanë edhe interesa më të parafruara. Prova, Bashkimi Evropian ka kaq kohë që merret me drejtat e LGBT-s vëlla. Vendosim ylberin apo të kthesh mashkull apo femër. Ka harruar pse është krijuar Bashkimi Evropian. Edhe është normale të harrosh se janë bërë 70 vite, 75 vite që është krijuar Bashkimi Evropian. Atë ose jo, 75 vite. 51-shën është krijuar, kështu që 55-ën është krijuar fiks. 51-shën është bërë marrëveshja Itali, Gjermani, Francë. Dhe pastaj 55-ën si Union. Si Union. Por e kanë fjalën që ka 70 vjet, domethënë 70 vjet normal që të kanë harruar ata sepse janë krijuar. Ata janë krijuar si treg i përbashkët evropian, kanë përfunduar te LGBT-q, që është ajo. A kupton tani se ku ka shku puna? Ka shku problemi që presidentit francez ja fut shpull burri, gruaja. Domethënë, e kupton profe, thonë shqiptarët duan ndihemi si gjithë Europa është bo për me hedhë në kosh pterave. Duan bëhemi si Europa, ç'tu me Europën. Pastaj kemi atë shprehjen e famshme 30-ën do jemi me pasaportë evropiane. Shqiptarët besojnë. Nuk besojnë profe. Thjesht janë ignorantë. Jo, kam dëgjuar unë edhe njerëz me mend intelektual, profesor, pedagog, që do të shihni që kur të pranohen në Bashkimin Evropian do ikin edhe më shumë shqiptarë sepse kanë të drejta pastaj në Evropë. Po Bullgaria, Romania kur u pranuan në Evropë për 15 vjet nuk i lanë me kërku punë në Bashkimin Evropian. Je antar i Bashkimit Evropian. Njësoj si lëvizja Schengen. Po.
Do me thënë, kaq ke, edhe pak investime më shumë mund të kesh, ose pak kujdes financiar mund të kesh më shumë, edhe marrë filmin. Do aplikosh për punë për rezidencë pune, nuk vetë do të punosh kështu koti, do të bësh po prap letra. Edhe sot është e njëjta gjë, shqiptarët mund të shkojnë. Mund të shkojnë dhe do me hap firmë. Shko bëj, merr licencën, hap numrin e llogarisë, merr zyrat me qira, vazhdo punën, nuk të ndalon askush. Do të shkosh punë, të punosh në Europë, shko gjeje punën edhe sot, hypi avionit, shko gjeje punën, bëj kontratat, bëj të gjitha dokumentat, fillo punën edhe merr dokumentat e qëndrimit. Prova, bota pas 20 vjetësh, neve shqiptarët do emigrojmë lindje apo perëndim? E dua pyetje dua përgjigje shumë thjeshtë. Uroj të mos emigrojmë fare. Po tash ti uratën e paç po. Neve jemi popull jemi popull migrator, por shpresoj që për 20 Shqipëria është një popull i vogël, një vend i vogël. Për 4-5 vjet mund bëhet mrekulli. Po të investoj siç duhet. Po, domethënë thjesht do duhet një qeveri e cila punon për vendin dhe për shtetin dhe për njerëzit. Dhe për 4-5 vjet ti do të habitesh se çfarë ndryshimi ka, sepse në vendet e vogla ndryshimet ndodhen shpejt, si për keq si për mirë. Dhe në këtë kuptim unë uroj që mbas rilindjes të ketë vërtet rilindje dhe të mos ketë emigracion. Shpresoj shumë dhe kam shumë besim tek vitaliteti i shqiptarëve në Kosovë dhe në ish Jugosllavi. Do të thënë Maqedoni, në vende të tjera. Ata janë vital sepse 100 vjet janë bërë masakra pafund. 120.000 shqiptarë janë vrarë, janë masakruar për 100 vjet, për një shekull nga Serbia, dhe prap ata vetëm u shumuan, nuk u paksuan. Ikën edhe nga vendi. Po prap profe po. Po prap u shumuan, nuk u paksuan. Ka pas diçka vëlla që shkoja dhe futesha në një komunitet që nuk shikonte nga poshtë, po hajde se do rritemi gjithë bashkë, fëmijët bashkë e gjitha me radhë. Sot e kësaj dite ka rënë numri i linçmërisë, sepse hajdutët që na kontrollojnë neve, po edhe hajdutët që kontrollojnë hajdutët tanë në përbot, kanë bërë hesapet vetëm të lapsit vetëlla, na shikojnë si kavje. Pikërisht këtë po them unë që atje ka një vitalitet dhe këti vitaliteti nuk i ikin as qeverisë, s'kan nga atje ikin, sepse ndryshe atje ka reagim, ka intuit edhe. Ka një intuit të jashtëzakonshme. Ka një intuit në Kosovë, sidomos Kosovë ka një intuit të jashtëzakonshme. Në Kosovë njerëzit i besojnë intuitës tyre, nuk i besojnë, nuk friksohen edhe. Domethënë nuk ka shans që një kriminal të friksoj një turm njerëzish. Nuk ka shans siç ndodh këtu, del në lagje ai, edhe thotë, këtu jam unë, ju do bëni siç them unë, dhe gjithë hynë edhe nëse popullsiet tredhur. Domethënë nuk ne shpendi. Kam bërë një analizë. Në histori ne kemi shkruar gjëra sikur jemi heronje, gjona. Gjithçka. Nuk di asnjë periudhë historike përveç kohës Skënderbeut dhe deri diku jo tamam lidhës shqiptarët për Zërinit, por në asnjë periudhë historike që të jetë bashkuar të gjithë shqiptarët në një luftë të caktuar. Kryengritjet kundër turkut. Pse nuk u bashku Shqipëria mesme dhe e jugut me Det Xholulin 911? Pse nuk u bashku Shqipëria e mesme, madje edhe Shqipëria e Veriut në një farmasë dhe Shqipëria e jugut me kuvendin e Junikut në 1912? Në maj të vitit 1912 dhe ta çlironin gjithë territorin e 4 vilajeteve dhe pastaj ti thoshin Serbisë kujdo që ja ku jemi, po doni hajdeni këtu. Përçarja, mos bashkimi na ka nda dhe na ka vënë ato kufin në vitin 1913. Ne faqsojmë Europën.
Kemi qenë vetë fajtorët në thelb. Po në thelb ne ishim fajtorët vetë. Lufta nacional shërimtare që quhet është bërë në jug, nuk është bërë në veri. Në veri është bërë luftë civile. Edhe në jug është bërë luftë civile, sepse ata që quheshin ballist janë shkuar në plumb me qindra. Pa bërë asnjë rezistencë, asnjë faj. Por në kuptimin e kësaj, një luftë përbashkët me ide dhe qëllime të pastra, ne nuk e kemi bërë. E pastaj kërkojmë tek tjerët. UÇK-ja shkoja në kampet e refugjatëve në vitin 1999. Tu tek rruga Kosovarëve, në Mollet kam shkuar, ku diun. Dhe shifja me 10 qindra djemtëri që ishin. Dhe i pyesja, pse s'keni shkuar në UÇK? Nëse tani ata s'kanë shkuar edhe për një arsye tjetër. Ajo nuk ishte kompakte, nuk ishte unike, kishte dallime politike. Kishin frikë njerëzit se shkon dhe nuk e di se kush të vret. Kanë ekzistuar edhe këto, pa diskutim. Dhe kanë qenë të pranishme. Unë di fakte dhe shembuj kur në Junik kanë shkuar njerëz të Rugovës për të hyrë në UÇK dhe i kanë hedhë fotografinë e Rugovës në tokë, i kanë thënë shkele fotografinë e pastaj edhe merre armën. Dhe deri këtu ka shku përçarja dhe do të thotë që njerëzit pastaj thonë pse do luftojnë. Ka marrë me luftu me Rugovën a me Serbinë. Pra kanë ekzistuar këto që në kokën e udhëheqjes të asaj kohe, edhe këtu në Shqipëri, te presidenti, te kryeministri, te ministri i jashtëm, te Sabri Godo madje, i cili mbaj i djath, i kam parasysh se si rrinin me Recep Qosën te vila 31 si e ka kjo. 31 te vila e të madhit. A kupton, si rrinin me Recep Qosën dhe merrnin porosit ngaj për të bërë edhe deklarata në televizion e kundër Rugovës në darkë. Pra, imagjino, ajo atmosferë bëri që UÇK-ja të jetë në 12 deri në 14.000 veta. Le se sa kanë regjistruar ata për pension veterani. Është tjetër histori, po 12 llogaritet 12 deri në 14.000, maksimumi 14.000. U pa edhe pas përfundimit të luftës se kush si u nda pasuria e këtyre janë histori të tjera pastaj, unë nuk pretendoj. Pyetja ime ishte, duhet vemi në Vietnam apo duhet të kapim Kanadan? Që neve do emigrojmë. Ky popull, për mendimin tim nëse emigrojmë, unë besoj që nëse do të bësh një jetë sociale të mirë në Vietnam. Po. Edhe ekonomike. Edhe ekonomike, të dyja. Është vendi i dytë në botë për GDP, pas Singaporit. Flas për jetë sociale dhe ekonomike, mund të shkosh në Vietnam, mund të shkosh në Singapur, mund të shkosh ku do në këto vendet aziatike. Ndoshta bëhet edhe Kina, mund të shkosh në Kinë. Kina e bukur është praktikisht, po. Ajo është shumë e bukur, po është problemi i ushqimit është ekziston. Megjithësi gatojnë edhe ushqime europiane ata. Gatojnë po prapë. Kam një 18 ditë. Se ka një aromë, më thon ta miqtë mit që shkojnë në Kinë. Ja, ka një lloj aroma ajo jeshilja. Ne kishim me vetë shërbim dhe ishte ushqim europian. Kur hanim jashtë ndonjëherë në gjë kështu, dhe zhvdicëm nga speci. Nga speci, shumë pikante, po. Sepse për mua perëndimi ka vdekur, prova. Ka mbaruar, domethënë, ajo që njohim neve se merri këndrime të gjitha ishin spekulime financiare, spekulime politike të disa. Pajtohem me ty që janë spekulime, pajtohem me ty që janë disa projekte të cilat e kanë dëmtuar në vend që ta forconin perëndimin, projekte të cilat kanë mbajtur parasysh interesat e grupeve të saktuara, e oligarkëve ose të manjat të ndryshëm të financave, të bankave, të industrive të ndryshme dhe jo interesat e vendit, pa të gjetë një lloj mekanizmi për ta mbajtur perëndimin, atë është për të krijuar një shoqërinë e konsumit, domethënë nëpërmjet qarkullimit paras dhe konsumimit sa më shumë të mirave materiale, të kishin mundësi që të joshnin edhe njerëzit edhe njëkohësisht të funksiononte më mirë ekonomia dhe gjithçka tjetër, por edhe kjo me sa duket po shkon drejt fundit dhe
Të shohim, megjithatë nuk besoj që Britania e Madhe dhe Gjermania, po edhe ndonjë vend tjetër, kolapsojnë. Nuk besoj. Britania e Madhe është truri i botës. Nuk është Amerika që është Britania. Amerika është krijesë e tyre. Kjo është pak për e sigurt. Është truri i botës. Gjermania është kombi më vital i botës, më vitali, pa asnjë diskutim. Amerika, Anglia dhe Gjermania po vdesin, po mbyten në gjakun e tyre. E di pse? Prove që t'i vendosin pikat mi. Ka një fakt që ata janë po mbaron dhjami i kolonive. Jo i ekonomive, unë po flas shpirtërisht, profe. Shpirtërisht po. Domethënë, në Gjermania shkova në Mannheim, 1 në 10 qytetarë ishte gjerman, tjerët ishin gjithë të ardhur. Sa që shkon Erdogani dhe i thot Merkelit atëherë kur e la jashtë që i boni një gest, i tha unë të bëj kryengritje në mes Berlinit se kam 10 milion, 1 të 10 e popullsisë tënde e kam unë, në përgjigjen mua, 10 milion turqë atje. Në Heidelberg, në si quaj ajo zona. Heidelbergu, Mannheim. Në Posta Strasse, se si quaj me Ant Bahnhof. Jo në Bahnhof tek tjetra, është mu te Bahnhofi fiks, tek ajo pjesa që janë ato pjesët me restorante, me lokale, me gjitha. Ati kishe vetëm kurd, pakistanez, egjiptian, turq. Kam shokët e mi në Londër, thonë profe, pas rretit 2 Londrës, rretit 3, Londra është më e frikshme se Djibouti. Po, Londra është më e... Këta po vdesin nga ajo që kam prodhu vetë. Po mbyten gjak, ndërkohë që Kina, Rusia janë... Edhe Kina dhe Rusia pastaj kanë mbaruar koha, profe. Janë një stagnacion të rritjes së popullsisë. Për mua popullsia më jep shumë indikacione. Përveç Turqisë, e cila është në normalitet në rritje të popullsisë demografike, por edhe në zhvillim ekonomik e ushtarake në të gjitha aspektet, unë nuk shoh ndonjë vend tjetër i cili do të krijojë një resurse të sigurta për të ardhmen në kuptimin e vërtet fjalës. Sepse me popullsi të plakur, me popullsi që paksohet, është e pamundur ti të krijosh të ardhmen. Ne shqiptarët duhet kemi frikë nga bomba bërthamore, prova? Jo. Nuk duhet kemi. E kemi bomba bërthamore këtu. Po them që paksohet popullsia. Bomba bërthamore këtë bën. Zhduk njerëzit. Ne i zhdukim pa patur nevojë për shpërthime me miq të Tru Podcastit. Prova, të falenderoj shumë vëlla. Faleminderit. Është shumë kënaqësi për mua. Je i mirëpritur sa herë duhesh për të folur në një temë gjeopolitike, si do i zamra jote. Miq të Tru Podcastit, profesori Enver Bytyçi tha, mos keni frikë nga bomba bërthamore, sepse neve na ka rënë bomba bërthamore. Kështu që nuk ka ku të vej më keq. Se kaq, po ndodhe butonit ku shpëtojmë, se 5 sekonda dritë e bardhë dhe nuk merr vesh fare, është e lehtë shumë për ta përballuar, se kupton fare se nga erdhi. Kështu që për pyetjet tuaja do t'i shikojmë në komente dhe do ju përgjigjemi në momentin që ju do ta shikoni kët. Por siç e kishit të kërkuar juve vetë, siç e kisham të premtuar neve si stafi Tru Podcastit, ja që edhe gjeopolitika serioze erdhi në Tru Podcast me profesorin Enver Bytyçi, që me shumë mundësi do na vi dhe herë tjera për qefin tim, për qefin e vet dhe për qefin e gjithëve neve. Deri në momentin e episodit tjetër, se ju e dini që neve punojmë si cavallo italiano, punojmë si kuaj, nuk e ndalim atë galopin. Keni Autodinon me 68 21 66 866 në rrugën Vath Turja, në Shën Vlash në Durrës. Keni makina pa ulje kilometrash, i merrni me 15% ulje po të përmendi gashin dhe keni mundësi që po të jeni mrena 6 muajve të siguruar me siguracione, mund ta merrni me kredi pa ju rënduar buxhetin familjar. Gjithashtu keni edhe çunat e odorit, odor.al, gjeni në TikTok dhe në Instagram me parfumet më të mirë që mbajnë aromë, unë e hedh për vete. Çunat e odorit i keni te ringu, merrni në telefon, përmendë gashin se ju japin fragrancat më të mira, edhe i bëni edhe me porosi.
i bëni me porosi thua dua me aromë druri, duhani e bla 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 tobacco dhe ta bëjnë çunat me porosi, nuk janë alergjik dhe vinë nga Zvicra. Ekstrakti vjen nga Zvicra, Zvicra është me standarde më të madh në Europë për momentin. Shëndet profe. Faleminderit. Deri në episodin tjetër, mos harroni, bëni tru podcast dhe ruajni veten njerëz, sepse po ndodhi, nuk do merrni vesh gjë. Natën